Unë në fakt do kisha shumë dëshirë që ti të më thoje një fjali e cila do të përshëndeste të gjithë komunitetin rom, po e dua në gjuhën në romanisht, po. Sot është të flasë për ditën ndërkombëtare të romëve? Po pra, po duhet ma thuash në gjuhën e tyre, jo në shqip. Po do të them, po do të them atë që duhet të them. Oke. Sot është, unë falenderoj për këtë takim që bëjmë sot, për të folur pak për ditën ndërkombëtare të romëve, sepse shumë njerëz thonë është festa ndërkombëtare e romëve, kjo nuk është festë, është ditë ndërkombëtare. E do bëj pyetje dikush që pse quhet ditë ndërkombëtare, sepse ne sot nuk bëjmë në një muzikë si që kemi për traditë ose këngë valle ose drekadarka, po ne bëjmë një analizë dhe një sintezë të ecurisë dhe mos ecurisë, të mbështetjes dhe mos mbështetjes komunitetit rom. Dhe unë i uroj të gjithë romët kudo që janë në Shqipëri dhe në botë, të vem baktale, sare Roma kate isi Andrea Vri. Do me thënë, unë i uroj të gjithë romëve kudo që janë në botë, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të jenë me fatë. Absolutisht. Të mbarë dhe them që ne sot nuk jemi si 20-30 vjetë më para, nuk ka mbaruar asgjë se njeriu gjithmonë kërkon më shumë, por duhet të dim që fillimi jonë filloi nga njerëzit aktivistë, nuk filloi me njerëzit me shkollë. Në një 1971 në Londër u mblodhen nga tër bota, nga tër Europa, 20 veta që ishin të rinj edhe të moshuar aktivistë, jo të shkolluar si që janë sot. Dhe një ndër ata ishte dhe Jati Ben Kosturit nga Korça, Demir Kosturi, dhe ishte një delegat nga Shqipëria. Kjo është kënaqësi që ta përmendësh sot atë, ai ka vdekur, por në këtë ditë u caktuan në shumë detyra nga këta aktivistë. Dhe është çudi e madhe që këta aktivistët e parë që bënë si një kongres të vogël, kanë bënë brekullira, kurse neve sot nuk po bëjmë brekullira. Sot në fakt e vërtet është, prandaj edhe kërkohet që të ketë më shumë gjithmonë iniciativë, po edhe që të integrohet më shumë në shoqëri komuniteti rom. Dhe pikërisht duke treguar edhe duke ju dhënë dhe ju mesazhin shumë të rëndësishëm edhe me leqa rënja, sigurisht bëhet i gjithë përfshirja e komunitetit edhe integrimi i tyre për të treguar që jemi të gjithë të barabartë dhe ka modele të suksesshme edhe në shoqërinë tonë, apo jo. Megjithatë, unë e falenderoj shumë për bisedën dhe intervistën.